Nuk keni ngarë kur më parë biçikletë dhe dëshironi të mësoni? A e keni ngarë biçikletën më parë, por jeni nervoz për të filluar përsëri? Dëshironi të ndihmoni dikë tjetër të mësoj të ngasë një biçikletë? Mësoni ta ngisni biçikletën me haleluja. Çfarë ju nevojitet? Një biçikletë. Jo shumë të madh, jo shumë të vogël. Është e rëndësishme që të mund të hipni lehtë në biçikletën tuaj. Sigurohuni që shala të jetë e pozicionuar ulët. Duhet të jeni në gjendje të vendosni të dyja këmbët shesh në tokë. Kontrolloni që të dy frenat punojnë. Hapi i parë. Ecja me biçikletë. Ecni drejt përpara duke mbajtur biçikletën. Gjithmonë shikoni para jush, kurrë në tokë. Mbani të dyja duart në timon dhe frena. Ecni drejt përpara. Shtypni frenat me duar për të ndaluar. Frenoni gjithmonë me të dyja duart. Ecni drejt përpara. Ecni në të majtë. Ecni në të djathtë. Hapi i dytë. Ekuilibri. Uluni në shalë. Mbajini të dyja duart në timon dhe shikoni përpara. Lëreni veten të bjerë në njërin anë dhe pastaj në tjetrën. Vendoseni këmbën në tokë që të mos bini. Qëndroni gjithmonë ulur siç duhet në shalë. Vazhdoni ta bëni këtë derisa të mund t'i mbani të dyja këmbët në ajër për 1 sekondë. Hapi i tretë. Ecja me hapa. Uluni në shalë. Mbajini të dyja duart në timon dhe shikoni përpara. Vendosini të dyja këmbët në tokë për të filluar. Ecni përpara duke ecur me hapa. Majtas, djathtas, majtas, djathtas. Shkoni gjithnjë më shpejt. Majtas, djathtas, majtas, djathtas. Po ecni sa më shpejt që të mundeni. Ngrini këmbët lart dhe lëreni biçikletën të rrotullohet. Frenoni me të dyja duart për të ndaluar dhe vendosni njërin këmbë në tokë. Qëndroni gjithmonë ulur siç duhet në shalë. Gjithmonë shikoni përpara. Askush nuk duhet t'ju mbajë. Ju duhet të gjeni ekuilibrin tuaj. Mbajini duart në timon dhe frena. Atëherë mund të ndaloni gjithmonë kur të doni. Vazhdoni ta bëni këtë derisa të mund ta lini biçikletën të rrotullohet për disa metra. Hapi i katërt. Shtyrja. Uluni në shalë. Mbajini duart në timon dhe shikoni përpara. Vendosni një këmbë në një nga pedalet. Vendosni këmbën tjetër në tokë. Këmba në pedal duhet vetëm të qëndrojë atje dhe këmba në tokë do të bëjë punën. Lëvizni përpara duke shtyrë tokën me këmbën tuaj. Shkoni gjithnjë më shpejt. Po ecni sa më shpejt që të mundeni. Pastaj ngrijeni këmbën nga toka dhe vazhdoni. Mund të fluturoni. Shtypni frenat me të dyja duart për të ndaluar dhe vendosni njërin këmbë në tokë. Qëndroni gjithmonë ulur siç duhet në shalë. Gjithmonë shikoni përpara. Askush nuk duhet t'ju mbajë. Ju duhet të gjeni ekuilibrin tuaj. Mbajini duart në timon dhe frena. Atëherë mund të ndaloni gjithmonë kur të doni. Vazhdoni ta bëni këtë derisa të mund ta lini biçikletën të rrotullohet për disa metra. Tani do të ngasim biçikletën. Rregullojeni shalën tuaj pak më lart. Sigurohuni që gjithmonë mund të arrini tokën me këmbët tuaja. Uluni në shalë. Mbajini duart në timon dhe shikoni përpara. Lëvizni një pedal më lart. Vendosni një këmbë në këtë pedal. Vendosni këmbën tjetër në tokë. Shtyni pedalin me këmbën tuaj. Shtyni nga toka me këmbën tjetër. Provojeni përsëri dhe përsëri. Po ecni sa më shpejt që të mundeni. Vendosni këmbën tjetër në pedalin e dytë. Mos hezitoni, thjesht vazhdoni pedaloni. Majtas, djathtas, majtas, djathtas. Po ngisni biçikletën. Shtypni të dyja frenat me duar për të ndaluar dhe vendosni njërin këmbë në tokë. Qëndroni gjithmonë ulur siç duhet në shalë.
Gjithmonë shikoni përpara. Askush nuk duhet t'ju mbajë. Ju duhet të gjeni ekuilibrin tuaj. Mbajini duart në timon dhe frena. Atëherë mund të ndaloni gjithmonë kur të doni. Praktikoni ngarjen e biçikletës sa më shumë që të mundeni, por mos dilni ende në rrugë. Argëtohuni.